Jam themeluesja dhe krijuesja e aplikacionit Mama's Feelings Tracker. Okej. Mama's Feelings Tracker është një aplikacion që kam krijuar para ca muajsh. Kam punuar për gati një vit në të. Është një hapësirë ku nanat e reja apo nana me fëmijë të vegjël mund të gjejnë një mbështetje emocionale. Okej. Në atë aplikacion, një nanë mund të shprehet shumë lirshëm në atë çfarë ndjet dhe të mos gjykohet nga njerëzit të jashtëm. Është shumë e lirë dhe ndihet shumë e vlerësuar. Në aplikacionin brenda kemi ushtrime mendore, edhe kemi artikuj, kemi analiza grafikore. Të gjitha këto janë bërë me ndihmën e konsultimeve nga psikologët amerikanë, që janë të specializuar pikërisht për periudhën e pasninjes të nënave. Pra aplikacioni ka një bazë të fortë shkencore. Ushtrimet mendore janë të shumta dhe janë shumë të vlefshme, për shkak se për një periudhë të shkurtër kohore, pra vetëm për 10 minuta në ditë, ti mund me njëherë të ndjesh një qëllim lëndor. Po,